Këthubi, doja t'ua bëja juve këtë pyetjen, por ka konflikt interesi brenda, kështu që po ja kaloj zotit Qipa, me që jemi duke folur edhe për interesat e gjitha palëve, ndërkohë këtu përfshien edhe partit e reja. Zotit Qipa, mendoni që partit e reja duke njohur sistemi zgjedhor, situatën politike, luftën me partin në pushtet, me partin socialiste, pra flasim luftën politike, u treguan egoiste, duke mos bashkëpunuar me njëra tjetrën dhe nuk... Kjo ishte pyetje fiks për mu. Po, unë thash ka konflikt interesi. Ka konflikt interesi, por mund ta marrë dhe një përgjigje. Doja një përgjigje pak më neutrale, duke qenë se nuk ka një lloj pozicionimi të tillë. Të tregoj përgjigjen e vërtetë pastaj. Por edhe dëgjoj përgjigjen dhe nga ju. Dhe nuk arritën që duke kuptuar sistemin dhe si funksionon dhe duke patur 60.000, 70.000, 50.000, 40.000 vota në rang kombëtar, të bashkoheshin dhe të fokusoheshin në zonat përkatëse për të maksimizuar dhe përfaqësinë e tyre në parlament, se janë vota të djegura të qytetarëve shqiptar. Në gazetari themi që një pyetje vlen për dy përgjigje, ndërsa dy përgjigje në fakt zakonisht nuk duhen për një pyetje. Unë mendoj që partit e vogla dhe koalicionet e vogla, ose partit e reja që t'jemi korekt me termin, partit e reja dhe koalicionet e vogla, do të duhej që të ndërtonin pashmangshmërisht në këtë proces të 11 majit, një bashkim të cilin ta kishin strategjik. Kur them strategjik në kuptimin e maksimalizimit të asaj që nuk ndodhi. Sepse dhe më herë ne kemi thënë që gjithë subjektet matan dy forcave kryesore të bipolaritetit politik, nëse nuk ndërtojnë një strategji, e kanë të pamundur të maksimalizojnë kthimin e votave të tyre në mandate parlamentare. Dhe kjo gjë u vrejt edhe u provua katërcikërisht. Unë mendoj që është momenti edhe tani që të mendohet në pikpamjen perspektive që partitë e reja, cilat nuk kanë diferenca thelbësore përsa i përket programeve dhe doktrinave të tyre, sepse nuk e vrejmë këtë gjë dhe të paktën dhe në fushat, përjashto ato që janë matan në poljet e së majtës apo të së djathës, partitë e tjera nuk e kanë diferencën doktrinare dhe programore. Ato duhet ndërtojnë një strategji për ta maksimalizuar votën e tyre, aq më tepër, kur kanë edhe një shans tjetër, sepse dy partitë që formsojnë dhe mbajnë në fuqi potenciale bipolaritetin politik në Shqipëri, kanë konsumizmin politik, kanë determinimin në jetë gjatësi politike qysh nga 91-shi në realitetin dhe skenën politike Shqipërisë, dhe kanë dhe konsumizmin në gjithë substancën e fjalës, në gjithë brendinë e saj. Përgjigje diplomatike kjo? Nuk është për diplomatike, është një reale. Është konstatim. Unë mendoj që aktualisht partitë politike duhet të ripotencojnë pluralitetin, sepse praktikisht ne jemi në një shtërpësi idesh dhe mendimesh politike. Është brengosës fakti që ne nuk kemi parti që të krijojnë, le të themi, kontrastin për shkak se sjellin një artikulim dhe ligjërim politik të ndryshëm në pikpamjen se strukturimit si materie politologjike, si brendi programore, si projekte sfidante në raport me palët e ndenjura dhe determinaliste të skenës politike. Dhe fundi që duhet them unë, ka një moment që raporti midis ambicjes për rikthimin e trurit në Shqipëri, dhe këtu kanë fjalën rikthimin që e kanë pas edhe në programet elektorale të dy forcat kryesore, por asnjëra nuk se ofroi një kampion të provimit të kësaj gjëje, që ta dëshmojnë në mënyrë substanciale. U përfshin përmjet disa kandidatëve. Që po e sjell në formën e inteligjencës artificiale dhe e sjell në formën në një kontrate individuale për investimin virtual. Zoti Qipa në zgjedhjet atyre departamenteve apo brain gainit të konsideruar të paktën nga Partia Demokratike është lobuar, ndoshta edhe nëpërmjet departamentit disi më shumë, e marketuar më shumë. E vutre që ata nuk morën asnjë mandat për parlamentin e ri. Prandaj unë thash kandidatët. Besoj është në listë hapur të gjithë. Mirë pra, unë po them. Po nuk e ndihmon nëse ti je në zonën e riskut. Ti e ndihmon dhe e integron brenda vetvetes kur ti e vendos, po padyshim në një pozitë që ai marr mandatin, pastaj është në provë.